Kim të drejt për drejt tashmë me kolegun ton që ndodhet në Turqi, gazetarin Sokol Braj, të cili do doja t'i uroja mirëmbrëma me ndihmën e regjis. Sokol, mirëmbrëma. Faleminderit, është kënaqësi, mirë se vjen në Frontline. Faleminderit. Kemi pasur zhvillime mëngjesin e sot më realisht, kur të gjithë prisnim që të përfundonte i pacënuar armëpushimi mes Izraelit edhe Iranit, duket që raketat kanë thyer këtë zhurmë, duket një armëpushim që nuk pushon kurrë, por më i acaruar ka qenë Donald Trump, i cili i ka bërë thirrje nominale. Dua ta nis më një herë nga një bisedë së bashku për të kuptuar pak edhe lidhjen me Turqinë. Shumë kohë më parë, në fakt, vetë Erdogan e ka cilësuar Izraelin si vendin terrorist, ku i ka kërkuar që të nxirrte armët bërthamore, janë deklarata të cilat i ka bërë edhe publikisht, po sot çfarë qëndrimi ka Erdogan në lidhje me konfliktin e Izraelit dhe të Iranit? A mbetemi tek njëjtat qëndrime pavarësisht të rrezikut të cilësuar më herët si vetmi në lindjen e mesme? Po, Erdogan me prononcimet e tij ende vazhdon të njëjta me tonet më ashtu, por tani që para 2 orëve që hypi avionit për të shkuar në Lahej të samiti i NATO-s, normalisht që tonet i ka zbritur pak se atje do të takohet tashmë me alatet më forte në të një. Por edhe Erdogan e vetëm në retorik e ka atë kundra Izraelit dhe kundra qeverisë së Netanyahu, kurse në të kundërtën, nëse e shohim sidomos luftën 12 ditore tashmë mes Izraelit dhe Iranit, Marcela do të thënë që Turqia është anëtare e NATO dhe e NATO-s dhe hapësira ajrore e Turqisë kontrollohet nga radarët turk, edhe të NATO-s dhe informacionet automatikisht shkojnë në Bruksel dhe nga Brukseli në Washington dhe në Tel Aviv, kështu që Turqia është në krahun e perëndimor, pra domethënë është në krahun mbështetës totalisht të Izraelit, sepse ashtu urdhëron Amerika, po ashtu kërkon edhe Shtetet e Bashkimit Evropian. Kështu që të thënë të Erdoganit janë më shumë retorik në fakt, kurse për ata që thotë për Gaza, pastaj e tjetër se është gjë humane, por në këtë rastin Izrael Iran dhe duhet kuptuar kjo që në fund të punit janë dy rivalet më kryesor të Turqisë në rajon dhe për këtë kur 2 rivalet rrifen dhe zihen me njëri tjetrin, automatikisht një mirë prek Turqisë, sepse të paktën i shef edhe se deri ku mund të shkojnë të 2 rivalet e tyre, ku i kanë mangësitë e tyre në mbrojtje apo në sulm, dhe se si manovrojnë, kështu që për Turqinë ka qenë një gjë sepse shpërtarë keq tashmë që vdekjet njerëzore janë vetëm thjesht statistika, që kjo është një krizë humane e njeriut të vitit 2025 është tjetër kjo, por nga ana tjetër Turqia edhe që është në umbrellën e NATO-s, por edhe nga ana rajonale si një fuqi që mund të jetë nesër pas nesër edhe më e fortë në rajon. Kjo lufta, këtë tregimi që treguan muskujt Izraeli Iranit dhe Irani Izraelit, me të vërtetë që Turqia ka qenë shumë pozitive, sepse shumë gjëra, Marcela, kjo luftë domethënë na nxori out të gjithë, ishte një kube e çelik e Izraelit që as Zoti nuk do e shponte atë më ashtu, por e pamë që e shkumë. Po ashtu edhe një Iran që 47 vite që pas revolucionit islamik dhe në ditët e sotme ishte ai tigri i madh, ai luani i madh që do të myste dhe pushtonte Amerikën se më Izraeli a ka vënë Sokol në fakt